Ke pritur ditë, ke pritur muaj, ndoshta ke pritur vite. Dhe çdo mëngjes kur zgjohesh, pyetja është e njëjtë. Pse ende jo? Por çfarë nëse të thosha se Zoti nuk ka harruar asnjë sekond? Se nuk është çështje nëse do të përgjigjet. Është vetëm çështje kur. Qëndro deri në fund, sepse sot do të kuptosh pse koha e tij është gjithmonë e përsosur dhe pse pritja jote ka një qëllim që ende nuk mund ta shohësh. Pritja është ndoshta gjëja më e vështirë në jetën njerëzore. Jo dhimbja e menjëhershme, por ajo dhimbje e ngadalt, e heshtur, që të gërryen nga brenda ditë pas dite. Ajo ndjenjë se po bën gjithçka si duhet, po lutesh, po beson, po përpiqesh, por asgjë nuk lëviz, asgjë nuk ndryshon. Dhe zemra fillon të pyes atë pyetje të frikshme: a kam qenë i harruar? Nëse je duke e parë këtë video sot, dije se nuk je këtu rastësisht. Ky moment, kjo pritje që po ndjen, kjo pyetje që mban brenda, ka një përgjigje. Dhe ajo përgjigje nuk është ajo që ke frikë se mund të jetë. Zoti nuk të ka harruar asnjëherë. Në asnjë moment të pritjes sate, sado e gjatë, sado e dhimbshme, ai nuk ka hequr syt nga ty. Nuk ka kaluar në dikë tjetër. Nuk ka harruar emrin tënd, dhimbjen tënde, ëndrat tënde, lutjet tënde. Sot do të zbulojmë së bashku pse Zoti ndonjëherë pret dhe çfarë po bën ai pikërisht në atë heshtje që të duket kaq e padurueshme. Sepse prapa çdo pritje të gjatë fshihet një plan kaq i madh dhe kaq i bukur sa vetë pritja do të ketë kuptim të ri kur ta shohësh. Ka një lloj dhimbje që nuk ka emër të saktë, dhimbja e pritjes. Nuk është si dhimbja e humbjes, ku di çfarë ke humbur. Nuk është si dhimbja e dështimit, ku di çfarë shkoi keq. Është një dhimbje e pezulluar, mes asaj që ke dhe asaj që shpreson, mes asaj ku je dhe asaj ku dëshiron të jesh. Pritja të bën të pyesësh gjëra që në kohë normale nuk do t'i pyesje. A jam i denj për bekimin që kërkoj? A kam bërë diçka gabim? A është lutja ime e dobët? A jam duke pritur diçka që nuk do të vi kurrë? Këto pyetje nuk janë shenjë dobësie, janë shenjë se zemra jote është e gjallë dhe ndjen thellë. Por ja çfarë bën pritja kur i lejohet të punojë në ty si duhet? Të formon, të pjek, të thellëson. Një njeri që ka pritur me besim ka një qetësi të brendshme që njeriu që ka marrë gjithçka menjëherë nuk e ka. Ka një thellësi që vjen vetëm nga koha e kaluar në heshtje me Zotin. Mendoje si frutin që duhet kohë të piqet. Nëse e shkulesh para kohe, është i hidhur, i papërdorshëm, por nëse pret kohën e duhur, është i ëmbël, i plot, i përsosur. Zoti nuk t'i jep bekimin para kohe, jo sepse nuk dëshiron, por sepse di saktësisht kur je gati ta marrësh dhe ta mbash. Dhimbja e pritjes sate nuk është e kotë, është procesi që të bën të denjë për atë që po vjen. Dhe ajo që po vjen, ja vlen çdo ditë të pritjes. Nëse Zoti është i gjithfuqishëm dhe është, atëherë pse nuk vepron menjëherë? Pse lejon ditë, muaj, madje vite pritjeje, kur me një fjalë të vetme mund të ndryshojë gjithçka? Kjo pyetje ka mundur zemra të shumta dhe sot do t'i përgjigjemi me të vërtetën e plot. Zoti nuk pret sepse është indiferent, nuk pret sepse është i zënë, nuk pret sepse nuk mundet. Ai pret sepse sheh gjithçka, të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen në të njëjtën kohë. Dhe nga ajo perspektive pafundme, ai di saktësisht cili moment është i përsosur për ty. Mendoje një kirurg që operon zemrën. Çdo sekond ka rëndësi. Nëse vepron shumë shpejt, dëmton. Nëse pret shumë, humbet mundësinë. Por kur vepron në momentin e saktë, shpëton jetën. Zoti është kirurgu më i madh i gjithësisë dhe di saktësisht kur të bëjë çdo lëvizje. Ka edhe një dimension tjetër. Ndonjëherë Zoti pret sepse dikush tjetër në historinë tënde nuk është gati ende. Bekimi yt mund të lidhet me një person që ende nuk e ke takuar, me një mundësi që ende nuk ekziston, me një version të vetes që ende nuk je bërë. Dhe Zoti po koordinon të gjitha këto pjesë me precizion të përsosur për momentin kur gjithçka do të jetë gati njëkohësisht. Koha e Zotit nuk është vonesë, është orkestrim, dhe kur të gjitha pjesët të bien në vend, do të kuptosh pse duhej të pritje pikërisht kaq. Një nga gabimet më të mëdha gjatë pritjes është të mendosh se sepse nuk sheh asgjë nuk po ndodh, por e vërteta është pikërisht e kundërta. Momentet e heshtjes janë shpesh momentet kur Zoti është më aktiv, duke punuar në sfond,
duke përgatitur rrugën, duke lëvizur gjëra që sytë tanë nuk mund t'i shohin. Ka shenja të caktuara që tregojnë se Zoti është duke punuar në jetën tënde, edhe kur nuk i sheh rezultatet ende. E para është paqja e brendshme. Kur pavarësisht situatës së vështirë, ndjeni një qetësi të çuditshme në zemër, ajo nuk është rastësi, është prania e Zotit që të thotë, unë jam këtu, unë e kam. E dyta është mbyllja e dyerve. Kur gjërat nuk funksionojnë, sado që përpiqesh, nuk është dështim, është drejtim. Zoti po të tregon se ajo rrugë nuk është e jotja dhe po të ruan nga diçka që nuk do të shërbente. Çdo derë e mbyllur është mbrojtje e maskuar. E treta është njerëzit që Zoti vendos në rrugën tënde. Një fjalë e rastësishme nga dikush, një takim i papritur, një mesazh që vjen në momentin e duhur. Këto nuk janë koincidenca, janë koordinim hyjnor. Zoti përdor njerëz për të treguar se nuk je i vetëm. E katërta, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është ky moment. Fakti që je duke parë këtë video sot, që zemra jote po dëgjon këtë fjalë, është edhe kjo shenjë. Zoti të ka sjell këtu me qëllim. Dhe mesazhi i tij për ty sot është: unë nuk të kam harruar, jam duke punuar. Beso. Historia e besimit është historia e pritjes. Çdo njeri i madh që ka lënë gjurmë në këtë botë ka kaluar nëpër periudha të gjata heshtjeje dhe pritjeje, periudha kur asgjë nuk dukej se po lëviste, kur shpresa dukej si budallallëk dhe besimi dukej si luks që nuk mund ta përballonin. Mendoje Mojsiun, që kaloi 40 vjet në shkretëtir, para se Zoti t'i fliste nga guri i ndezur. 40 vjet, jo 40 ditë, jo 40 muaj, 40 vjet pritjeje, heshtjeje, pyetjesh. Por ato 40 vjet nuk ishin kohë e humbur, ishin shkolla e Zotit. Dhe kur erdhi thirrja, Mojsiu ishte gati të çlironte një komp të tërë. Mendoje Davidin, të vajosur si mbret kur ishte ende djalosh, por që kaloi vite duke u fshehur në shpella, duke ikur nga armiqt, duke pritur premtimin e Zotit të realizohej. Çdo ditë pritjeje e formoi atë, jo vetëm si mbret, por si njeri pas zemrës së Zotit. Mendoje Rutin, një grua e huaj, e ve, pa asgjë, që zgjodhi të qëndronte besnike, edhe kur nuk ishte asnjë arsye logjike për ta bërë. Pritja e saj, besnikëria e saj, besimi i saj, e quan pikërisht në vendin ku Zoti kishte planifikuar që të ishte, dhe historia e saj u bë një nga historitë më të bukura të gjithë kohërave. Çfarë kanë të përbashkët të gjithë këta njerëz? Nuk dorëzuan, nuk u larguan kur heshtja u bë e padurueshme. Zgjodhen të besonin edhe kur nuk shikonin, dhe Zoti, i besnik ndaj premtimeve të tij, u përgjigj, jo vonë, në kohën e tij të përsosur. Pritja nuk është pasivitet. Nuk është të ulesh dhe të presësh që gjërat të ndodhin vetë. Pritja e vërtet biblike është aktive, është të vazhdosh të jetosh, të rritesh, të shërbesh, të besosh, edhe kur nuk sheh rezultate. Është të bësh pjesën tënde, ndërsa Zoti bën pjesën e tij. Gjëja e parë që duhet të bësh gjatë pritjes është të kujdesesh për zemrën tënde. Mos lejo që hidhërimi, dyshimi dhe zhgënjimi të bëjnë fole në brendësinë tënde. Çdo ditë kujdesu për besimin tënd si një kopsht, ujite me lutje, me fjalën e Zotit, me mirënjohje për gjërat që ke tani. E dyta është të vazhdosh të jesh besnik në gjërat e vogla. Zoti shpesh teston besnikërinë tonë në vogël para se të na besojë diçka të madhe. Nëse do një punë të madhe, bëhu i shkëlqyer në punën që ke tani. Nëse do një marrëdhënie të shëndetshme, bëhu personin e shëndetshëm që kërkon. Nëse do bekim financiar, menaxho me urtësi atë pak që ke. E treta është të shërbesh të tjerëve gjatë pritjes sate. Ka diçka magjike që ndodh kur harrojmë nevojat tona për pak dhe ndihmojmë dikë tjetër. Zemra hapet, perspektiva ndryshon, dhe shpesh, pikërisht kur jemi të fokusuar te të tjerët, Zoti hap derën tonë. E katërta është mirënjohja. Çdo ditë gjej diçka, sado e vogël, për të cilën mund t'i falenderosh Zotit. Mirënjohja është çelësi që hap zemrën për të marrë më shumë dhe i tregon Zotit se je gati të kujdesesh për bekimin që po pret. Ka momente gjatë pritjes kur besimi fillon të lëkundet, kur lodhja grumbullohet, kur shpreson shumë herë dhe zhgënjehesh shumë herë, kur zemra fillon të ndërtojë mure mbrojtëse, jo nga ligësia, por nga frika e dhimbjes së re. Nëse nuk shpresoj shumë, nuk do të lëndom shumë. Ky mekanizëm mbrojtës është njerëzor, por është edhe i rrezikshëm, sepse kur mbyllim zemrën nga dhimbja,
e mbyllim edhe nga bekimi. Nuk mund të zgjedhim çfarë të lejojmë brenda, ose hapim plotësisht, ose mbyllim plotësisht. Zoti e di kur besimi yt është i lodhur, e di kur lutja jote është vetëm fjalë pa ndjenjë, e di kur vazhdon të shkosh përpara jo nga forca, por thjesht sepse nuk di çfarë tjetër të bësh. Dhe dije, ai e vlerëson këtë lloj besimi mbi të gjitha, besimin e lodhur që vazhdon. Nuk ke nevojë të jesh i fortë çdo ditë, nuk ke nevojë të kesh gjithmonë fjalët e duhura, nuk ke nevojë të pretendosh se gjithçka është mirë kur nuk është. Zoti nuk kërkon performancë, kërkon vërtetësi. Thuaj si është, jam i lodhur, nuk kuptoj, por ende jam këtu. Ajo frazë thjesht, ende jam këtu, është një nga lutjet më të fuqishme që mund të bësh, sepse tregon se pavarësisht gjithçkaje, ke zgjedhur të mos largohesh, ke zgjedhur Zotin edhe kur ai duket larg, dhe kjo zgjedhje, e bërë ditë pas dite, është ajo që ndërton besimin më të thellë dhe më të fortë. Zoti nuk të ka lënë të presësh pa të dhënë diçka për t'u mbajtur. Faqe pas faqeje, në çdo libër të shenjtë, ai ka lënë premtime specifike, jo për njerëzit në përgjithësi, por për ata që presin, për ata që kanë zgjedhur të besojnë edhe kur nuk shohin. Për ty, saktësisht ku je tani? Ai thot, ata që presin Zotin, do të rinovojnë forcën e tyre, do të ngjiten me krah si shqiponjat, do të vrapojnë dhe nuk do të lodhen, do të ecin dhe nuk do të rrëzohen. Ky nuk është premtim i përgjithshëm, është premtim specifik për ata që janë në pritje. Forca jote do të rinovohet, jo ndoshta, do të rinovohet. Ai thot, sepse di planet që kam për ju, plane për paqe dhe jo për të keqe, për t'ju dhënë një të ardhme dhe shpresë. Ky plan ekziston, është shkruar, është i sigurt, dhe pritja jote është pjesë e atij plani, jo pengese e tij. Ai thot, kërko dhe do të gjesh, trokit dhe dera do të hapet, jo mbase, jo nëse ke fat, do të hapet, dera që po pret, do të hapet. Pyetja është vetëm kur, dhe ai e di kohën e saktë. Këto premtime nuk janë fjalë ngushëlluese, janë kontrata hyjnore. Zoti nuk gënjen, Zoti nuk ndryshon, dhe çfarë ka premtuar, do ta mbajë. Çdo premtim që ke mbajtur në zemër gjatë pritjes sate, ai e ka mbajtur me ty, dhe koha e realizimit po afrohet. Do të vijë një ditë, dhe kjo ditë vjen për çdo njeri që nuk heq dorë, kur pritja do të mbarojë. Jo gradualisht, jo ngadalë, por si agimi që pason natën më të errët, papritur, fuqishëm, bukurishëm. Dhe gjithçka do të ndryshojë në një moment. Njerëzit që kanë jetuar këtë moment flasin të gjithë për të njëjtën gjë. Një ndjenje pabesueshme e realizimit, jo vetëm të bekimit që morën, por të kuptimit të plot të çdo ditë e pritjeje. Çdo lot pa pritur ka kuptim. Çdo lutje pa dëgjuar, pa pritur është dëgjuar. Çdo ditë e vështirë, pa pritur është shikuar si hapi domosdoshëm drejt këtij momenti. Dhe ja çfarë është më e mahnitshme. Kur Zoti vepron, vepron me bollëk. Nuk të jep saktësisht aq sa ke pritur, të jep më shumë se çfarë ke imagjinuar. Sepse pritja ka ndërtuar në ty kapacitetin për të marrë bekime më të mëdha. I e bërë enë më e madhe, dhe Zoti e mbush enën deri në fund. Mendoje Jobin, që humbi gjithçka dhe priti në dhimbje të padurueshme. Kur Zoti veproi, i ktheu 2 fish gjithçka. 2 fish, jo të njëjtën sasi. 2 fish, sepse pritja dhe besimi i tij kishin ndërtuar diçka në të që meritonte 2 fish. E njëjta gjë vlen për ty. Çdo ditë pritjeje ka ndërtuar diçka të çmuar në brendësinë tënde. Dhe kur të vi momenti i Zotit, dhe do të vi, do të jesh gati ta marrësh, ta mbash dhe ta shumëfishonsh bekimin që ai ka rezervuar pikërisht për ty. Kemi udhëtuar së bashku nëpër një të vërtetë që ndoshta zemra jote e ka njohur gjithmonë, por sot e ka dëgjuar me qartësi të re. Zoti nuk të ka harruar, asnjëherë. Në asnjë ditë të pritjes sate, në asnjë natë të lotëve të tu, në asnjë moment kur ke ndjerë se je i vetëm, ai ka qenë atje, duke parë, duke dëgjuar, duke përgatitur. Pritja jote nuk është dëshpërim, është destinim. Çdo ditë që ke pritur ka ndërtuar diçka në ty që nuk mund të ndërtohet ndryshe. Një forcë, një thellësi, një besim që nuk lëkundet lehtë. Dhe Zoti do ta përdor pikërisht atë gjë për të bërë diçka të jashtëzakonshme në jetën tënde. Sot, ndërsa mbyll këtë video,
Dua të lë me një sfidë të thjeshtë. Thuaj Zotit me gjithë zemër. Nuk e kuptoj gjithçka. Nuk e di kur do të vi, por të besoj dhe qëndroj. Kjo frazë e thjesht mund të jetë kthesa në historinë tënde. Momenti kur dorëzon kontrollin dhe lën Zotin të veprojë plotësisht. Koha e tij është e përsosur, plani i tij është i plot. Dashuria e tij për ty është e pafund dhe bekimi që ke pritur është më afër se sa mendon. Ndoshta shumë më afër. Nëse kjo video preku zemrën tënde, ndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot. Lër një koment me një fjalë që e mbart me vete nga kjo video. Abonohu dhe aktivizoj njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde. Dhe mbani mend gjithmonë, Zoti nuk të ka harruar. Ai po pret momentin e duhur, dhe ai moment po afrohet.